Historia të cilën do ta ndjekim tani ka të bëjë me një ndër blogeret më të famshme në Francë, e cila disa ditë më parë ishte për të vizituar Prishtinën dhe për të realizuar një photoshoot. Kënd nga dizajnatorët tonë ajo përzgjedhi dhe cilin grimer dhe cilin parukier e ndjekim bashkë në storyn e radhës. Është një nga blogerët më të famshme që njeh shteti i Francës. E pikërisht për shihet e saj në veshur ka filluar që të ketë fan sa anë mban globit. Me prejardhje nga Algjeria, por me vendbanim në Paris të Francës, Nariman po bën në namin me kombinimet e veshjeve të saj, teksa blogu i saj po mbetet si më i klikuari në shtetet evropiane. Ajo, javët që lan pas, ishte në Prishtinë për të parë shumë gjëra, mes tyre dhe punën e dizajnatorëve tona. Fillimisht destinacioni i saj ishte në ateljen e kreatorit Renusha Gjara, ku pas prezantimit të koleksionit të dizajnatorës dhe provave në trupin e saj, ajo zgjodhi disa nga fustanet që do t'i veshte për fotoshootin e mëvonshëm tek Nori Kuka. Njëri nga ta i la mbresa të mëdha dhe vendosi që ta blej e ta mbaj përgjithmonë trupin e saj, nga se materiali me të cilin ishte punuar kishte detaje orientale që bënte blogerën të gjente ndryshimin nga e zakonshmja. E gjithë puna për ngushtimin e veshjeve duhet të përfundonte në orën 3, pas mesditës, kur ishte paraparë sesioni fotografik, e që ora kishte kaluar tashmë 13. Me pagës në nguti nga dyqani i Renushës, ekipa e Nariman u zhvendosën në dyqanin e Krenar Rugovës për të zgjedhur edhe aty veshjet që do t'i merrte me vete për fotografitë e reja që do të postojë në blogun e saj. Kreatora e bëri të ndije blogerën si në shtëpinë e saj, duke i ofruar çdo gjë që i shihte syre. E blogerja u pa e habitur me disa nga veshjet e koleksionit të fundit të saj. Sipas provave, edhe këtu pati nevojë për ndërhyrje në veshje. Disa nga fundet që Nariman zgjodhi duhen me do e mos ngushtoheshin. E kjo prezencë e saj në shtetin ton pas gjithë atyre udhëtimeve luksoze e njohjeve me kreator botror, pse u bë pikërisht në këtë kohë. Parce que simplement j'adore voyager et j'adore découvrir les designers. Thjesht i adhuroj udhëtimet dhe dua t'i zbuloj dizajnerët e shteteve të huaja, ku ka gjëra të bukura në gjithë botën. Dhe sa herë udhtoj, vizitoj dizajnatorë të ri për të parë se çfarë bëjnë, materialet që përdorin dhe mënyrën e punës. La façon de faire, ça va être très intéressant. Është shumë interesante edhe për klientët e mi që kanë çfarë të shohin në blog. Disa prej tyre edhe kërkojnë dizajner të ri, marka që nuk gjenden në Paris. Kaq. Des marques qui sont ailleurs, qui sont pas forcément à Paris. Et voilà. Duke parë vetëm 2 emra të skenës së modës, mendimi i saj për dizajnatorët tanë është i lartësuar. Compétition avec la France, ça sera plutôt différent. Gara në Francë, këtu ka dallim në atë çfarë po shohim, për shembull stile shumë ndryshe më ngjan me atë të Japonisë. Shumë firma japoneze kanë këtë stil. Më pëlqen shumë dhe besoj se e kompleton stilin francez. Plutôt le style français. A kanë fat? Po, kanë fat që prezantohen në Francë me diçka krejt ndryshe nga ajo që gjendet atje. Complètement différent ce qu'on peut trouver en France. Dëshira për ta parë vendin tonë edhe një herë ekziston, me premtimin që do ta shohim prapë në Prishtinë. Une question aussi, une réponse que je pourrais répondre, pourquoi Pristina? Pse Prishtina? Sepse kam një mike me emrin Jeta në Paris, dhe ajo më shtyu ta njoh vendin e saj. Dhe këta vat Jeta mi ka ofruar dhe ja adhuroj anët antike të tyre. Thjesht i adhuroj. J'adore le côté antique, j'adore. Voilà. Veshja e saj ditore po përmbante vathët nga argjenti që dallohen se janë punë dore vendit tonë. Detajet e mirë punuara nuk kishte se si të largonte nga veshjet e saj. C'est sûr que je reviendrai. Pourquoi? Parce que je serais intéressée à connaître le peuple. Sigurisht që do të rikthehem. Shumë do të kisha dëshirë ta njoh popullin dhe vendin më shumë. Kjo është hera e dytë që jam në Prishtinë dhe ndihem shumë mirë. E sigurisht që do të rikthehem. And voilà. Et certainement je reviendrai. Pas këtij momenti dhe vizitës së saj tek 2 dyqanet e kreatorëve tona, ajo u drejtua për në studion e Selmës dhe të Kacit, që të përfundonte grimin me flokët, e më pas tek fotografi, ku pas përfundimit të sesionit fotografi do të postohen në blogun e saj që brenda ditës ka mbi 120.000 klikime anë mban botës.